Ashtu si kundër edhe një vit më parë, kanë hyrë tashmë në fuqi oraret e depozitimit të mbetjeve urbane nga bizneset në gjithë qytetin e Vlorës dhe në veçanti në zonën bregdetare. Me vendimin e Këshillit Bashkiaku u përcaktuar qartë se bizneset do të duhet i depozitonin mbetjet e tyre në kontenjer nga ora 22 deri në orën 00 pas mesnatës, por me tolerim deri në orët e para të mëngjesit. Ky orariri ka hyrë tashmë në fuqi qysh prej datës 1 qershor, e se për zbatimin e tij urdhri ngarkon Policinë Bashkiake për verifikim. Është kjo e fundit e cila duhet të monitorojë situatën e të marrmasa, duke vendosur edhe gjoba për bizneset e pabindura. Për Bashkinë e Vlorës, menaxhimi i integruar i mbetjeve është një sfidë ambicioze, por njëkohësisht është edhe një kusht që duhet përmbushur domosdoshmërisht për të mundësuar një mjedis të pastër dhe ekonomi të qëndrueshme e për të ardhur në ndihmë edhe turizmit. Nëpërmjet planit për menaxhimin e integruar të mbetjeve 2022-2027, për këtë qëllim Bashkia e Vlorës synon në reduktimin e mbetjeve në përgjithësi dhe atyre organike në veçanti, ndërgjegjësimin e qytetarëve si dhe bizneseve për një mjedis sa më të pastër. E ndërsa deri më tani bizneset janë falur, edhe duke mos e zbatuar këtë orar, nuk do të ndodhë kështu pas datës 15 qershor. Do t'jetë pikërisht Policia Bashkiake ajo që do të duhet të bëjë pas kësaj date detyrën duke evidentuar e duke ndëshkuar bizneset, kryesisht dyqanet, supermarketet dhe restorantet që nuk depozitojnë mbeturinat brenda fashës së përcaktuar të orarit. Por urdhri nuk është vetëm për këto biznese. Në qytet nuk do të lejohet që pas datës 15 qershor të qarkullojnë pa orar gjatë gjithë ditës mjetet e tonazheve të rënda. Në qytet aktualisht janë duke u kryer shumë ndërtime, e mjetet e tonazhit të rënd do të duhet që të mos kalojnë më në rrugët e qytetit gjatë ditës, por se cili do të jetë orari që ato do të kryejnë aktivitetin e tyre e në cilat rrugë do të qarkullojnë, kjo gjë mbetet për tu parë.